Në Gjirokastër, çmimet e qerave të banesave janë rritur ndjeshëm duke u bërë të papërballueshme për qytetarët. Sipas agjensive imobiliare në qytetin e Kurth, kjo dukuri vjen si shkak e kërkesës në rritje për marrjen e shtëpive me qera. Tashmë çmimet janë rritur me 20% duke bërë të vështirë për qytetarët gjetjen e një banese me qera. Gjithmonë më tepër pronarët preferojnë që shtëpitë me qera t'i përfshinë në tregun turistik dhe t'i japin për vizitorët. Aktualisht fillon dhe sezoni i ri akademik dhe kërkesat kanë qenë të shumta nga student dhe nga familjarët e tyre, por çmimet faktikisht tani që kemi prurje, ka patur prurje goxha, por janë çuar çmimet të jashtëzakonshme. Ku do të theksoja që një apartament 1+1 me një sipërfaqe rreth 60 metra katror ka një vlerë 300-350 euro total. Ndërsa apartamentet 2+1 me një sipërfaqe rreth 80 deri 100 metra katror të mobiluara, të arenduara me kushtet bashkëkohore në më të lirat, ka të vlerën nga 400 euro deri në 600 euro. Këto janë faktikisht vlera të papërballueshme, pavarësisht se apartamentet janë në gjendje shumë të mirë, janë në rreth qendrës, por që problematik ngelet vetëm pjesa e çmimit. Kërkesa ka, por janë shumë të pakta me marrje. Është ideja sepse të gjitha këto apartamente që janë dhe të lira, nuk kanë, me fjalë, vazhdojnë të jenë akoma në booking, sepse sezoni nuk ka mbaruar akoma faktikisht dhe është bërë një kaos në kuptimin se ka dhe nga këto apartamente ose nga këta familjarë që nuk i heqin nga bookingu, vazhdojnë akoma gjatë gjithë sezonit të dimrit. Edhe sikur mos ketë punë, sërish vazhdojnë aty. Janë më të kënaqur duke punuar me bookingu, sesa me dhënien me qera me afat kohon në vjeçare. Rritje të ndjeshme po regjistrojnë edhe çmimet për blerjen e një banese në Gjirokastër, kjo nisur nga shtimi i kërkesave kryesisht nga të huajt.